Shikues të nderuar, ju përshëndes, jemi në minutat e ditarit informativ në RTS Gjirokastra, ku ndër të tjera sot do të keni mundësinë të ndiqni. Në ditën ndërkombëtare të monumenteve dhe siteve, vëmendja është përqendruar te pasuritë kulturore të rajonit. Institucionet përgjegjëse bëjnë me dije se janë ndërmarrë ndërhyrje konkrete për restaurimin dhe rijetëzimin e monumenteve, me synim për t'i rikthyer ato në pika të rëndësishme për komunitetin dhe turizmin. Kalaja e Gjirokastrës vijon të mbetet një ndër destinacionet më të rëndësishme të trashëgimisë son kulturore. Vetëm në muajt e parë të vitit, mijëra turistë kanë zgjedhur ta vizitojnë këtë monument historik, të tërhequr nga arkitektura e veçantë dhe historia e pasur që mbart. Interesi i lartë, sidomos nga vizitorët e huaj, po e forcon gjithnjë më shumë rolin e saj si një destinacion kyç i turizmit kulturor në jug të Shqipërisë. Isra Todisoa nga Madagaskari ka zgjedhur të jetojë dhe punojë në jug të Shqipërisë, duke u bërë pjesë të huajve që po e shohin vendin si mundësi për jetesë dhe punësim. Ajo është vendosur këtu prej disa vitesh dhe shpreh të kënaqur me jetën në Shqipëri, duke mos menduar largimin. Përvojën e saj po e ndan edhe me familjarët, pasi motra e saj Dilara po viziton vendin dhe po mendon mundësinë për të bashkuar me të. Në ambientet e Muzeut Etnografik u zhvillua aktiviteti artistik Pikturojmë vlerat e traditës me pjesëmarrjen e fëmijëve të ateljes së pikturës pranë qendrës kulturore Fato Berberi. Të vegjëlit të frymëzuar nga trashëgimia kulturore sollën në telajo veshje popullore dhe motive tradicionale, duke ekspozuar më pas në muze. Ju njohim tani më gjerësisht. Në ditën ndërkombëtare të monumenteve dhe siteve, vëmendja është përqendruar në pasuritë kulturore të rajonit. Institucionet përgjegjëse bëjnë me dije se janë ndërmarrë ndërhyrje konkrete për restaurimin dhe rijetëzimin e monumenteve, me synim për t'i rikthyer ato në pika të rëndësishme për komunitetin dhe turizmin. 18 prilli, dita ndërkombëtare monumenteve dhe siteve, solli në vëmendje rëndësinë e trashëgimisë kulturore. Kreu i Drejtorisë Rajonale të Trashëgimisë Kulturore Ardis Duka bëri të ditur se janë kryer ndërhyrje dhe mirëmbajtje për rijetëzimin e monumenteve, ndërsa në rajon numërohen rreth 540 të tilla. Vim të planit të masave të artuar nga Drejtoria Rajonale të Trashëgimisë Kulturore Gjirokastrës në bashkëpunim me Institutin Kombëtar të Trashëgimisë Kulturore dhe Ministrinë e Kulturës dhe Sporteve. Drejtoria Rajonale është duke kryer disa ndërhyrje në disa objekte të rëndësishme monument kulture në qarkun e Gjirokastrës. Konkretisht ka përfunduar restaurimi i Karakollit në qafën e Çajupit, një nga objektet e periudhës mesetare goxha të rralla në vendin tonë. Ka përfunduar restaurimin, ka përfunduar rrethimin e parkut arkeologjik të Adrianopolit për të ruajtur këtë objekt nga dëmtimi i baktive shtetare që kalojnë aty. Gjithashtu është duke filluar dhe restaurimi i kishës së Leklit, monument kulturor kategori e dytë, e cila gjatë verës të kaluar për fat të keq u dogj nga zjarri. Ndërkohë, Instituti Kombëtar i Trashëgimisë Kulturore është duke lidhur kontratën dhe është për të filluar restaurimi i tekjes të Koshtalit. Monument kulture kategori e parë, ndodhur në bashkinë e Memaliajt, dhe është një nga objektet më të rëndësishme në këtë zonë. Paralelisht është duke u hartuar projekti për restaurimin ndërhyrje konservuese restauruese në Kalan e Gjirokastrës, një nga objektet më të rëndësishme jo më të qarkut, por të vendit tonë, në fushën e trashëgimisë kulturore, si dhe restaurimi i konakëve në manastirin e Dervicianit. Është duke përfunduar projekti i restaurimit këtyre objekteve. Ndërhyrjet janë përqendruar kryesisht në restaurim, konservim dhe rijetëzimin e këtyre objekteve, me synim për t'i kthyer ato në hapësira funksionale për komunitetin dhe atraksione për vizitorët. Po flasim për një shtrihje të gjerë në të gjitha tipologjitë e objekteve monument kulture në qarkun e Gjirokastrës gjatë këtij viti. Gjithashtu doja të thoja që edhe në qendrën historike të Gjirokastrës, e cila realisht ka nevojë për disa ndërhyrje, por për shkak të problemeve të pronësisë, është nga problemet që neve po hasemi çdo ditë për shkak të mosdakordsisë me pronarët, me bashkëpronarët apo mosgjendjen e tyre. Janë duke u hartuar disa projekte restaurimi me qëllim që në momentet caktuara të kryejnë ndërhyrje restauruese në këto objekte. Këto objekte konsiderohen një pasuri e rëndësishme për historinë dhe zhvillimin e turizmit. Kalaja e Gjirokastrës vijon të mbetet një ndër destinacionet më të rëndësishme të trashëgimisë son kulturore. Vetëm në muajt e parë të vitit mijëra turistë kanë zgjedhur ta vizitojnë këtë monument historik, të tërhequr nga arkitektura e veçantë dhe historia e pasur që mbart. Interesi i lartë, sidomos nga vizitorët e huaj, po e forcon gjithnjë më shumë rolin e saj si një destinacion kyç i turizmit kulturor në jug të Shqipërisë.
Kalaja e Gjirokastrës mbetet një nga destinacionet më të rëndësishme të trashëgimisë kulturore në vend. Vetëm gjatë periudhës janar-prill, ky monument i veçantë historik është vizituar nga rreth 25.000 vizitor vendas dhe të huaj. Arkitektura, historia e pasur dhe muzeet brenda kalas janë ndër elementet kryesor që po tërheqin gjithnjë më shumë interesin e turistëve të huaj, duke kthyer këtë sit në një pikë kyçe të turizmit kulturor në jug të Shqipërisë. Është një vend shumë interesant me histori dhe me pamje të mrekullueshme. Na pëlqeu shumë vizita këtu. First of all, it's very clean. Atmosfera është shumë unike dhe gjithçka është shumë e ruajtur. Është një përvojë që ja vlen. Stories you can... Vizitat në Kalan e Gjirokastrës pritet të vijojë në rritje edhe gjatë sezonit turistik veror, ndërsa interesi të huajve për trashëgimin kulturor shqiptare mbetet i lartë. Autoritetet synojnë që përmes promovimit dhe mirëmbajtjes së këtyre aseteve historike ta kthejnë Gjirokastrën në një destinacion gjithnjë më të rëndësishëm në hartën turistike të rajonit. Zonat rurale të Gjirokastrës po kthehen gjithnjë më shumë në destinacione të preferuara për turistët e huaj, veçanërisht gjatë fundjavave. Kryesisht turistët italianë zgjedhin të qëndrojnë në këto zona për të shijuar natyrën e qetë, peizazhet dhe mikpritje në vendase. Rritja e interesit për turizmin rural po ndikon edhe në zhvillimin e ekonomisë lokale dhe strukturave akomoduese në zonë. Zonat rurale të Gjirokastrës po shndërojnë gjithnjë më shumë në destinacione të preferuara për turistët e huaj, sidomos gjatë fundjavave. Tërheqja kryesore mbetet natyra e qetë, peizazhet karakteristike dhe atmosfera e paprekur që ofrojnë këto fshatra. Larg ritmit të shpejtë të qyteteve, në këto zona një pjesë e madhe e vizitorëve janë turistë italianë, të cilët zgjedhin të qëndrojnë për disa ditë pushimi në bujtina dhe struktura lokale akomoduese. Ata vlerësojnë jo vetëm bukuritë natyrore, por edhe mënyrën e thjeshtë jetesës dhe kontaktin e afërt me natyrën. Ne po qëndrojmë në fshatin Asim Zeneli, në bujtinën e familjas Shuai Paj, dhe po shijojmë jetën e thjeshtë dhe peizazhet shumë të bukura që ofron vendi. Zonat rurale të Gjirokastrës janë shumë të qeta dhe të bukura. Na pëlqen natyra dhe atmosfera këtu. U zgjuam këtë mëngjes dhe shijuam një gatim me ushqim bio. Ishte mëngjes fantastik. Turistët shprehen se një nga elementet më të veçantë të qëndrimit në këto fshatra është mikpritja e banorëve vendas. Sipas tyre, kjo mikpritje e kombinuar me ushqimin tradicional dhe qetësinë e zonës e bën eksperiencën më autentike dhe të paharrueshme, duke i shtyrë shpesh të rikthehen sërish. Na pëlqen shumë të kalojmë fundjavën në këto fshatra. Është një mënyrë e mirë për t'u larguar nga qyteti dhe për t'u çlodhur. Qëndrimi këtu në natyrë është shumë relaksues. Çdo gjë është e thjeshtë, por shumë e bukur dhe e qetë. Rritja e interesit për turizmin rural në Gjirokastër po ndikon pozitivisht edhe në zhvillimin ekonomik të zonës. Strukturat të vogla akomoduese dhe agroturizmi po marrin gjithnjë më shumë rëndësi, duke e kthyer këtë pjesë të jugut në një alternativë të fortë turistike për vizitorët e huaj. Isra Todisoa nga Madagaskari ka zgjedhur të jetojë dhe punojë në jug të Shqipërisë, duke u bërë pjesë e të huajve që po shohin vendin si mundësi për jetesë dhe punësim. Ajo është vendosur këtu prej disa vitesh dhe shprehet e kënaqur me jetën në Shqipëri, duke mos menduar largimin. Përvojën e saj po e ndan edhe me familjarët, pasi motra e saj Dilara po viziton vendin dhe po mendon mundësinë për t'u bashkuar me të. Shqipëria po zgjidhet gjithnjë më shumë nga të huajt, jo vetëm si destinacion turistik, por edhe si vend për të jetuar dhe punuar. Një prej tyre është edhe Isra Todisoa nga Madagaskari, e cila ka vendosur të ndërtojë jetën e saj në jug të vendit. E reja tregon se gjithçka nisi pas një vizite në Shqipëri. E mahnitur nga natyra dhe mikpritja, ajo vendosi të rikthehej këtë herë për të punuar, që nga ajo kohë Isra shprehet se nuk e mendon më largimin nga Shqipëria. Gjithçka nisi pas një vizite në Shqipëri. Më pëlqeu shumë vendi, natyra dhe njerëzit, ndaj vendosa të rikthehem për të jetuar dhe punuar këtu. Kam zgjedhur të jetoj dhe punoj në jug të Shqipërisë. Jam e kënaqur shumë dhe nuk mendoj të largohem. Përvoja e saj pozitive e ka shtyrë të ftojë edhe familjarët për të parë nga afër vendin ku jeton. Prej disa ditësh në Shqipëri ndodhet edhe motra e saj Dilara, e cila po eksploron jugun dhe po njihet me jetën që Isra ka ndërtuar këtu. Kësaj here kam ftuar edhe motrën time që ta shohë Shqipërinë. Dua t'i tregoj vendin ku jetoj dhe eksperiencën time këtu.
Jam këtu prej 5 ditësh dhe po më pëlqen shumë Shqipëria, sidomos jugu dhe natyra, çdo gjë duket perfekte. E impresionuar nga natyra dhe mundësitë që ofron vendi, edhe Dilara po e konsideron seriozisht mundësinë për të zhvendosur në Shqipëri. Po e mendoj seriozisht mundësinë për të jetuar këtu pranë motrës sime. Ndoshta punojmë edhe në të njëjtin vend. Historia e dy të rejave nga Madagaskari është një tjetër dëshmi se Shqipëria po të rre gjithnjë më shumë të huaj, jo vetëm për pushime, por edhe për një jetë të re. Këshilli i Qarkut Vlorë ka parashikuar në buxhetin e vitit 2026 3 investime në bashkinë e Finiqit. Investimet janë parashikuar në sektorët e shëndetësisë, kulturës dhe sportit. Buxheti i njësisë vendore të Finikit për vitin 2026 siguron të ardhurat nga buxheti i shtetit, por edhe nga taksat lokale të vetbanorëve. Njëkohësisht, kjo bashki ka përfituar për këtë vit edhe disa fonde nga Këshilli i Qarkut të Vlorës, të cilat do të investojnë në fushat e sportit, shëndetësisë dhe kulturës. Në kryetari i Këshillit të Qarkut Vlorë, zoti Llavi Pandeq, është njëkohësisht edhe kryetari i grupit të këshilltarëve socialist në Këshillin Bashkiak të Finikit. Por bashkinë e Finikit janë në vazhdimsi disa investime. Investimi i parë është ai që shumë shpejt këto ditë të prokurohet, është një kompleks sportiv në njësinë administrative të Alikos, në fshatin Aliko. Është gjithashtu një investim që ka të bëjë me programet e Bashkimit Evropian, Interregu, i cili është për kompletimin e qendrave shëndetësore me pajisjet cilat janë të domosdoshme dhe të nevojshëm, plus është një financim tjetër i cili do të jepet për organizimin e aktiviteteve kulturore në mbështetje të shoqatës Shën Kozma. Përveç kontributit në bashkinë e Finikit, Këshilli i Qarkut Vlorë do të investojë edhe në bashkinë Fqenjë të Konispolit. Në jug është në vazhdimsi një projekt i cili është projekti i Bashkimit Evropian që lidh fshatin e Xarës me plazhin e bukur të Kalivojit. Është një investim i duhur, i nevojshëm dhe shumë shpejt do të ndërrohet dhe do fillojë nga realizimi i projektit. Në bashkëpunim me cilën njësi vendore të Greqisë? Është një projekt i cili partnerët tanë është Qarku i Epirit dhe Qarku i Ionian. Bashkia e Finikit me 5 njësi administrative dhe 58 fshatra ka të regjistruar 39.000 banor, ku 1/4 e tyre janë me banim të përhershëm. Në ambientet e Muzeut Etnografik u zhvillua aktiviteti artistik Pikturojmë vlerat e traditës me pjesëmarrjen e fëmijëve të ateljes së pikturës pranë qendrës kulturore Fato Berberi. Të vegjëlit të frymëzuar nga trashëgimia kulturore sollën në telajo veshjet popullore dhe motive tradicionale, duke i ekspozuar më pas në muze. Në ambientet e Muzeut Etnografik u zhvillua një aktivitet artistik. Pikturojmë vlerat e traditës, me pjesëmarrjen e fëmijëve të ateljes së pikturës pranë qendrës kulturore Fato Berberi. Të vegjëlit, në drejtimin e instruktorëve të tyre, sollën në telajo element të trashëgimisë kulturore, duke u frymëzuar nga objektet dhe historia që ofron muzeu. Unë vizatimin e kam shumë qejf dhe vizatoj. E pëlqej vizatimin, prandaj jam në këtë kurs, sepse më pëlqen të vizatoj, sepse kaloj kohë të mirë, heq gjërat e këqija në mendja. Kjo pikturë është një pikturë shumë e rëndësishme, është dhe shumë e bukur, dhe kjo të sjell një kujtim përpara kohëve më parë. Unë kam zgjedhur të pikturoj këto odan sepse tregon për trashëgimin kulturore të Shqipërisë. Organizatorët theksuan rëndësinë e aktiviteteve të tilla në edukimin artistik dhe kulturor të brezit të ri, si dhe në nxitjen e dashurisë për trashëgimin kulturore. Sot është në fakt një ditë e veçantë, me thënë të drejtën, sepse fëmijët e qendrës kulturore sot vinë dhe vizatojnë elementet e traditës kulturore dhe të traditës së, po themi domethënë trashëguar dhe për njohjen e tyre duke i vizatuar ato. Është një ditë që me shumë dëshirë fëmijët e kanë pritur, jo thjesht për të vizatuar, por edhe për të njohur me këto element. Dhe kur ata vinë, shikojnë dhe i vizatojnë ato, kjo edhe një tjetër tregon
tregon dohen dëshirën e madhe të tyre për të njohur sa më mirë. Muzeu etnografik është një nga pjesët më të rëndësishme për sa i përket ruajtjes dhe mbajtjes së elementeve të traditës, dhe është mirë që fëmijët, siç e thash edhe pak më parë, të vinë të njohin, sepse njohja me muzeum, njohja me elementet që mbartë ajo, i rrit atyre dëshirën, i rrit edhe atë, si them, do pasionin më të madh për të vizatuar këtu. Punimet e realizuara u ekspozuan në ambientet e muzeut, duke përcjell një mesazh të thjeshtë, por të rëndësishëm. Tradita jeton përmes artit dhe brezave të rinj. Ishim në minutat editarit informativ në RTS Gjirokastra. Unë ju falenderoj për vëmendjen, ju uroj shikim të këndshëm të programeve tona në vijim. Bashkë, mirupafshim.